Komunat e Gostivarit, Qendër, Zhup, Mavrov, Rostush dhe Vrapshish do t'i nënshtrohen procesit të rivotimit pasi në rrethin e parë të zgjedhjeve që u mbajt më 19 tetor, nuk u arrit cenzusi i nevojshëm i daljes së votuesve dhe zgjedhjet janë shpallur të pavlefshme. Sipas kodit zgjedhor, që një proces të konsiderohet i vlefshëm, duhet të marrin pjesë së paku 1/3 e votuesve, pra 33.33%. Në komunën e Gostivarit, ku dalja ishte 33.31%, censusi nuk u arrit për 0.02% apo për 22 votues. Në Vrapshish dalja ka qenë 25.18%, Mavrov, Rostush 30.31% dhe në Qendër, Zhup 21.49%. Në këtë mënyrë, në këto 4 komuna do të përsëritet i tërë procesi zgjedhor, përkatësisht brenda afatit 60 ditor nga shpallja e rezultateve përfundimtare, duhet të shpallen zgjedhje të reja. Në ndërkohë, qeveria do të duhet të emërojë ushtrues detyre i cili do t'i kryej detyrat e kryetarit. Ndërkaq në zgjedhjet e këshillave komunal, ligji nuk parashë kusht për dalje minimale që zgjedhjet të jenë të vlefshme. Mandatet ndahen në bazë të numrit të votave të marra në çdo listë të kandidatëve sipas metodës së dontit. Sa i përket pjesës tjetër të komunave, në 43 komuna votimi është kryer në rrethin e parë, ndërsa në 33 komuna do të ketë rreth të dytë më 2 nëntor. Në rrethin e dytë, zgjedhjet i fiton ai që merr më shumë vota dhe nuk ka census.